Filmi biografik Michael vazhdon me sukseset të jashtëzakonshme në kineman botëror duke kaluar shifra për rreth 629 milion euro në arkëtime globale. Në Shtetet e Bashkuara, filmi ka gjeneruar rreth 259 milion euro, ndërsa tregjet ndërkombëtare kanë sjellë afro 387 milion euro të tjera. Japonia mbetet si një nga tregjet më të mëdha të produksioneve muzikore dhe biografike, aty ku filmi Michael do të vijojë me shfaqjet e radhës. Ndërkohë edhe filmi The Devil Wears Prada 2 ka rezultuar sukses në kinemat botërore duke arritur shuma për rreth 500 milion euro në arkëtime globale, ku 162 milion euro vijnë nga Amerika e Veriut. Ndërkohë vendet me sukseset më të mëdha shihen në Mbretërinë e Bashkuar, në Itali, Brazil dhe Meksik. Nga ana tjetër, edhe filmi Mortal Kombat 2 duket sikur nuk ka arritur pritshmëritë, duke fituar vetëm 9.2 milion euro në arkëtime globale gjatë fundjavës së fundit jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në të njëjtën linjë me filmin Mortal Kombat 2, duket se ndodhet edhe filmi Ship Detective, duke fituar vetëm 54 milion euro në arkëtimet globale, një fitim ky fundit i ulët në krahasim me buxhetin në dispozicion për të që ishte 69 milion euro.